Dhe njëkohësisht erdha për arsye se unë vetë kam pas betejën me kancerin e gjirit dhe e di shumë mirë çfarë efekti ka kjo smundje tek gratë, sidomos tek personalitetet e tyre, familja, partneri, fëmijët dhe familja e gjerë. Unë, kur jam diagnostifikuar, kam qenë mjaft e re, kam pas fëmijë, burrin bashkëshorti, i cili më don dhe më suporton dhe nuk më largua, për fatmirësisht. Dhe e di shumë të rëndësishme suportin e partnerit. Vetë menaxhimi i terapisë është një ngarkesë, se duhesh me menaxhu terapinë, edhe pse ti çdo fjalë të mjekut apo e ruan mjekun çka thot, ja ruan gojen, edhe kapësh për çdo, si thonë, një fije kasht. Dhe prap duhesh me i marrë vendimet vetë. Të ofrohet që to muj me boa, po ti s'është domosdoshme ti me botash, apo nuk kërkushi nuk detyron ty nga mjek me botash kemon, apo rizatimet, apo operimin, edhe ato vendime duhesh me marrë vetë. Edhe aty është edhe ajo, për me marrë një vendim është për mu ka qenë, nga përvoja jame shumë e vështirë. Se janë dikur që, se ketë flitet si mbas statistika, gjdo medikament, edhe pastaj mu su mjaftojshin 80% kanë bijetu, kur e kanë marrë qëtë, apo unë i dojsha 100%. Ka dhe aso që vinë mundohen edhe ashtu me ndimu ketë në regull, por unë kom shku nga medicina, nga shkenca, edhe vendimet i ku marrë ashtu, por ndim duhet me lypë, sidomos në situacione se ka ditë që është shumë akute, shumë akute, dhe tash me gjetë një psikioterapeut është edhe atje, në Gjermani për shembull duhesh me pri 6 muaj ndoshta, e aty por ofron onkologjia atje, një fat është që 2-3 termine akute i ofron, ato ndihmojnë shumë. Se për smundjet seksualisht të transmetueshme, e po më do të thonë çka na ndodhi, u detyru Ministria e Arsimit ta tërheq një manual të tonë, pse fëmijëve që prej moshës së hershme po ju folet për nevojat specifike edhe për fiziologjinë e tyre. Nëse ne nuk arrim, edhe nëse flitet kryesisht, do të thotë në Kosovë flitet në mënyrë të hapur për shërbimet ginekologjike, sepse aty është çështja e lindjes, do të thotë shtatzanis. Ky procesi që ka ndodhur para shtatzanis dhe pas shtatzanis është problemi i gruas, po të flasim për lindjen. Unë e shoh si shumë të rëndësishme edukimin. Kur folim për statistika, na folim me statistika globale, edhe i parafrojna me shtete tjera që janë të ngjashme në nivel socioekonomik me Kosovën ose edhe në nivel historik. E sa i përket pyetjes të sa janë të informuar, janë jashtëzakonisht të informuar. Nëse më kishe vetë në 2019 çish është situata, kisha thënë stigma informimi është një për probleme më të mëdha. Sot shumë shlirë më thonë që kena ma pak shërbime se sa që ka njerëz që janë tu i kërku. Do me thonë niveli i kërkesës i te kalon edhe në privat, te kalon do me thonë tregu nuk të mujtë me e absorbu këtë kërkesën që pi vjen. Edhe sidomos gratë janë shumë të informume, janë jashtëzakonisht gatshme për me shku me gjetë mbështetje. Na, për shembull, nëse këshyr linjën e jetës edhe organizatën tonë Qipsin, kush e përcjell më shumë janë kryesisht gratë. Domethënë 70% të ndjekshmërisë që e kena në rrjetet sociale janë gra. Keq për burrat, se nuk është që kena nevojë më pak për mbështetje të shëndetit mendor, po vallëzon që është një e ka mri, domethënë, e ka mri gratë në nivel të lartë të emancipimit për sa i përket informatave të shëndetit mendor, janë shumë të gatshme me folë për problemet që i kanë dhe janë shumë të gatshme për me kërku ndihmë. Problemi masni po është që shërbimet që ekzistojnë nuk po janë të mjaftueshme për me i mbështetur. Do të thonë kena shumë pak psikologë që janë të punësuar në nivel publik, kena shumë pak shërbime që ofrohen, do të thonë në nivel gjeografik, për shembull ti ki 7-8 qendra të shëndetit mendor nëse llogaritim në qendrën shtime, në nivel, do me thonë, kombëtar që funksionojnë. Kështu që nëse jem për shembull të Hani e Lezit, më vinë më udhëtu 2 orë me autobus për më rrit deri te qendra shëndetit mendor më afër që e kam. Që është
e pamundun për një pjesë të madhe të njerëzve me përballu. Kështu që këta përfundojnë me lyp shërbime të shoqërisë civile, që dhe na e kena njëjtin problem që janë zakonisht centralizuar nëpër disa komuna, ose këshyren privat që janë shumë shkret. Dhe me thonë, ku shiko 50 euro qashtën. Kështu që është qashmëria në shërbime psikologjike është e pamundun për shumë njerëz. Ka do raste që ja ka nisë në QKUK, për shembull për repartin e onkologjisë, i kanë përru edhe do psikolog, po kjo nuk është statike me sa e di, këta kanë ardhur sepse kanë pas do specializime mi kry, nuk është që i kanë një vend aty të garantuar një psikolog me sa jemi informuar.